Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu komentoi shkarkimin e Ilir Prodës nga detyra e drejtorit të policisë së shtetit. Sipas Balliut, shkarkimi i tij është rezultati i presionit qytetar dhe protestave të opozitës. Largimi i Ilir Prodës nuk është një lëvizje administrative, por është rezultati drejt për drejt i presionit qytetar dhe protestave të opozitës dhe denoncimeve të vazhdueshme të Partisë Demokratike. Është prova se pushteti i lidhur me krimin nuk është i paprekshëm. Megjithatë, zëvendësimi i tij me Sokol Bishgën nuk përbën në reformë, por vazhdimsi. Ky emrim synon të garantoj vijimsinë e një sistemi bashkëpunimi mes pushtetit politik dhe krimit organizuar. Për vite me radhë qeveria e Edi Ramës ka lejuar dhe ka ushqyer depërtimin e krimit organizuar në strukturat e shtetit. Siguria publike është politizuar, institucionet janë komprometuar dhe qytetarët janë lënë të pambrojtur. Ngjarjet e fundit përfshirë skandalet që prekin strukturat e rendit dhe të sigurisë tregojnë qartë se inkriminimi nuk është rastësi, por sistem. Kur krimi futet në polici, në administratë dhe deri në përfaqësim politik, kemi të bëjmë me kapje të shtetit. Largimi i Prodës është pranimi i heshtur i kësaj krize, por zëvendësimi i një emri me një tjetër nuk mjafton. Problemi nuk është individi, por sistemi që prodhon dhe e mbron. Pasojat kanë qenë të rënda, cënimi i sigurisë kombëtare, rritje e pasigurisë publike dhe viktimat e pafajshme nga përplasjet e grupeve kriminale. Ai akuzoi qeverinë e Edi Ramës për lehtësimin e depërtimit të krimit organizuar në strukturat e shtetit dhe për politizimin e sigurisë.